Shikues nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në magazinën informative 21 Live News. Veç titujve kryesore, veçojmë fillime dhe disa lajme tjera. Ministria për dialogun e qeverisë Kosovës Edita Tahiri shkon në Bruxelles për takime përfaqësues të Bashkimit Evropian me qëllim të vlerësimit dy palësh të gjendjes në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe përgatitjet për takimin e radhës në nivelin e kryeministrave të të dyja shteteve dhe përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ka filluar të zbatohet marrëveshja për bashkëpunim në kardiokirurgji në mes të qendrës spitalore universitare të Tiranës dhe qendrës klinike universitare të Kosovës pas operimit të suksesshëm të dy pacientëve në klinikën e Tiranës nga kardiokirurg të këtyre dy spitaleve. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Imet Rahmani vlerësoi se operimi i suksesshëm e dy pacientëve kosovar është një hap i rëndësishëm për fillimin e zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit mes dy qendrave klinike universitare. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Shqipërisë Edmond Haxhinasto vjen nesër për vizitë zyrtare në Kosovë. Ministria e Infrastrukturës e Kosovës bëri të ditur se ministrat Lutfi Zharku e Edmond Haxhinasto pas takimit do të mbajnë një konferencë për gazetarë. Protesta e djeshme në kryeqytet ishte në qendër të komentimeve të ndryshme. Lëvizja vetëvendosje mohon që dhuna e djeshme në proteste në Prishtinë të jetë skenari i saj. Zyrtari i kësaj partie Dardan Molliçaj tha në konferencën për gazetarë se nuk e kanë preokupim dëmtimin e objektit qeveritar, por shkarkimin e ministrit Jablanović dhe mbrojtjen e kompleksit Trepça. Ndaj dhunës së djeshme u distancua dhe shoqata Thirrjet e Nënave, që ishte bashkëorganizatore e protestës në Prishtinë. Një ditë pas protestës së djeshme, e cila u përshkallëzua nga një grup protestuesish, me që rast u shënuan disa incidente dhune, askush nuk mori përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara, përveç akuzave të ndërsjellta ndërmjet pozitës dhe opozitës. Zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje si njëra ndër organizatorët e protestës thonë se nuk i kanë preokupim dëmet që ju bën objektit të qeverisë dhe pronave private, por janë, siç thonë, kundër rrezikimit të Trepçës dhe pro shkarkimit të Jablanovićit. Problemi jonë është që Trepça po rrezikohet që mos të jetë nën suverenitetin e Republikës së Kosovës dhe që fashizmi po lejohet në Kosovë. Ky është problemi jonë kryesor. Nuk është problemi jonë kryesor edhe as në ndërkryesorët dëmtimi i disa xhamave të qeverisë, por nuk ka qenë plani vetëvendosjes, nuk ka qenë skenari vetëvendosjes, për më shumë është dëshmu tërkohës që aktivistët e vetëvendosjes janë lëndu duke mbrojtur edhe policinë dhe objekte qeveritare. E në anën tjetër, unë mendoj që nuk është preokupimi kryesor, mendoj që vendet më zhvilluar në botë, me demokraci më të madhe, shumë më shpesh, për tema shumë më të vogla, kanë dëmtime të institucioneve publike, besa dhe private. Tash unë nuk po them që duhet t'i dëmtojmë vazhdimisht, por nuk duhet preokupohem për këtë çështje. Dardan Molliçaj i quan të pavërteta deklaratat e policisë lidhur me rrjedhjen e protestës së djeshme, duke mohuar kategorikisht se aktivistë të kësaj partie iniciuan dhunën. Policia e Kosovës shumë shpesh po ndikohet politikisht. Nëse vreni deklaratën e parë të zotit Bakri Kelani në radio televizionin 21 të orës 6:30 mbrëmje, ai thotë që protestues janë largu dhe në të njëjtën kohë tregon qysh edhe organizatorët bashkë me protestues 95% e protestuesve kanë shkuar. Më vonë vijnë të ndrru deklaratat për shkak se presioni politik rritet. Prashër Krasniqi, në momentin që ka përfunduar fjalimin Albin Kurti dhe ka përfunduar protestën, me megafon ju bën thirrje kujdestarëve të vetëvendosjes të largohen nga vendi i ngjarjes dhe ju bën thirrje protestuesve që të bashkohen të martën në ora 12 në protestë. Edhe shoqata Thirrjet e Nënave distancohet nga dhuna që ndodhi dje. Udhëheqësja e kësaj shoqate Nysrete Kumnova thotë se dhuna e djeshme e ka prekur shumë, sepse është dëmtuar pasuria e vendit. Ne si shoqatë Thirrjet e Nënave distancohem nga ajo që ndodhi, nga eksesi që ndodhi dje ndaj objektit qeveritar dhe ndjem shumë e prekur dhe ofenduar ndaj atij eksesi. Ndryshe nga policia që raportoi për rreth 7.000 pjesëmarrës në protestë, Dardan Molliçaj thotë se kjo është tendencë për minimizimin e masës protestuese, ndërsa thekson se në protestë dje dolën mbi 30.000 vetë.
Udhëheqës të institucioneve dhe të partive politike në Kosovë kanë reaguar në mënyra të ndryshme pas protestave të djeshme në Prishtinë. Nga distanca sot pati polemika kush është pro dhe kush kundër dhunës që u përdor dje. Përfaqësues të pozitës dhe opozitës edhe këtë herë zgjodhen Facebookun për të polemizuar nga distanca për ecurinë e protestës së djeshme dhe ultimatumin që ju dha qeverisë për reflektim ndaj shkarkimit të Jabllanovicit dhe mbrojtjes së Trepçës. Kryeministri Isa Mustafa, duke komentuar protestën e djeshme, i quajti dyftyrësh deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të vetëvendosjes dhe ata të nismës, të cilët organizuan dhe mbështetën protestën e djeshme. Mustafa shkrua në Facebook se këta deputet 2 ditë më parë votuan për likuidimin e Trepçës dhe ishin të gatshëm që atë t'ua falnin kreditorëve nga Serbia dhe Greqia. Këta që dje thërrisnin Trepça është e jona dhe bartnin pankarta, atë ditë ishin të gatshëm që Trepçën t'ua dorëzonin kreditorëve, të cilët janë nga Serbia e Greqia, shqiptare serb të korruptuar dhe me dokumente të dyshimta. Kjo është e vërteta jonë për Trepçën në këto momente dhe dyftyrësia jonë, ka shkruar Mustafa në Facebook, duke theksuar gjithashtu se listën serbe dhe ministrin Jabllanović nuk i solli Isa, por siç thot ai, ata i gjeti në mesin ton. Ata i solli veriu i ndar, i sollen votat e qytetarëve serb, i solli dialogu. Realiteti është se ata udhëheqin gati të gjitha komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe se kanë 10 deputet në kuvend, shkruan Mustafa. Por ishte i mënjëhershëm reagimi i shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes, Bisar Ymeri, i cili akuzoi kryeministrin për hipokrizi. Ai shkruan se Mustafa Serbin po e shes si mike, e lëvizjen vetëvendosje si armike. Isa Mustafa sot u ishte drejtuar xehtarëve dhe qytetarëve të Kosovës, xehtarëve që asnjëherë nuk denjoi, t'i vizitoi në greve, qytetarëve prej të cilëve iku dje. Sikur në shumë raste tjera edhe në këtë adresim tijin, vërehet qartë hipokrizia e tij dhe tendenca patologjike për të gënjur. Ai thotë se ne pas kemi votuar kundër ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe se kështu pas kemi dashur që Trepçën ta dërgojmë në likuidim. Këtë ligj në vitin 2011 e ka kundërshtuar vetëm lëvizja vetëvendosje. LDK-ja në atë kohë, edhe pse në opozit e patën votuar me disa përjashtime të disa deputetëve individual, shkruan Ymeri. Kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, ndërkaq dënoi aktet siç tha vandale që ndodhen në protestën e djeshme, ndërsa shprehu gatishmërinë e AK-s për t'i vazhduar ato nëse qeveria nuk reflekton. I bëj thirrje qeverisë që sa më parë të reflektoj, sa ka ende kohë. Në përkraje të tij doli edhe shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Donika Kadaj Bujupi, duke kërkuar që kryeministri të mos i ikë temës dhe se ka kohë 24 orë për të reflektuar. Ndërsa në rast të mos reflektimit të qeverisë deri të martën, deputeti i Nismës për Kosovën Zafir Berisha përmes një postimi në Facebook ka shkruar se po e them publikisht, jo vetëm që do t'jem në protest, por nëse do t'jetë e nevojshme, do të marr sërish pushkën për Kosovën. Në protestën e djeshme me moton Jabllanovici jashtë, Trepça është e jona, u hodhen gur dhe mjete të forta në drejtim të policisë, objektit të qeverisë ku u thyen gjama dhe u dëmtuan pronat private në afërsi, ndërsa u lënduan zyrtar, policor dhe 4 qytetar, si dhe u arrestuan 22 persona. Për protestën e djeshme flasin edhe qytetarët. Të anketuarit tanë thonë se protesta ka qenë e nevojshme, por dëmet që është bërë nga një numër i vogël i protestuesve në përfundim të protestës cilësohet si prishje e imazhit dhe dëmtimi i pasurisë shoqërore kosovare. Protesta organizuar në kryeqytet, në të cilën morën pjesë disa mijëra qytetarë nga gjithë Kosova, u përshkallëzua pas përfundimit të fjalimeve të organizatorëve të protestës, në të cilën u kërkua përjashtimi i Aleksandri Jabllanovicit nga kabineti qeveritar dhe mbrojtja e Trepçës. Një ditë pas protestës, qytetarët vlerësojnë reagimet në rrugë ndaj çështjeve sikurse është rasti Jabllanović dhe Trepça, po shprehen kundër përdorimit të dhunës në organizime të tilla. Protesta ka qenë e qetë, mirë ka filluar, deri në fund ka eskaluar. Policia e sjell shumë mirë. Krejt ka shku mirë, po në fund të prishën. Ka qenë një protest shumë e mirë, po mos ishte në fund që kjo prishja e disa huliganëve, lirisht më thonë,
se ata nuk na vlejnë. Një protest pasore, mënyrë demokratike, ajo për ato jam, për tjera nuk jam për dhune për këto. Shumë e shumtuar sepse hidhnin karike, e trisht. S'ki për që mi komentu protestin e tjerë, dhe me dalë që kur gjenë me protestu, se gjomat e gjinja nuk kanë faj e lokale. Po me të djeshit, thymjet, dëmtimet nuk na qojnë, sa ajo pasuri është e jona, pasuri e popullit tonë është. Me shka të rëpronën tonë nuk është në regull. Jam kundër kësaj thymjes e vandalizmit pak, po është një grup i vogël që mund me eskalu gjithmonë kur është një manifestim me një mos kaq të madhe, a din. Nuk është ku me ditë sa tragjike, po unë që she njoh demokracinë që duhet të respektu, fajet janë te qeveria. Organizatorët e protestës së gjashme i kanë dhënë ultimatum qeverisë së Kosovës që brenda 48 orësh ta shkarkojë ministrin Jablanović edhe ta sjellë në kuvend ligjin që e shndron kombinatin Trepça në ndërmarrje publike. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar një protestë tjetër të martën. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka dënuar ashtë për sulmin ndaj ekipit të kanalit të RTK-s 2 që raporton në gjuhën serbe gjatë protestës së dieshme në Prishtinë. Duna e shfrenuar ndaj gazetarëve është akti shëmtuar, qyqar dhe skandaloz, i cili nuk përkon me një shoqëri të lirë dhe demokratike. Sulmin ndaj gazetarëve, të çfarëdo lloji përkatësie etnike qofshin ata, janë të papranueshme, thuhet në reagimin e këtij asociacioni. Ndaj këtij sulmi ka reaguar edhe lëvizja Vetëvendosje si një prej organizatorëve kryesor të protestës. Zyra e presidentes Ativete Jahjaga ka mohuar raportimin e një mediumi se Jahjaga mund të japë dorëheqje nga posti i presidentes dhe të marrë në ndritim Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Këshilltari i presidentes Arber Vllahiu ka thënë se ky është një spekulim medial. Sipas tij, Jahjaga nuk ka përmendur një dorëheqje të mundshme. Ajo ka mandat kushtetues 5 vjeçar deri në prill të vitit 2016 dhe kjo është e përqendruar në kryerjen e detyrave të saj kushtetuese dhe ligjore, ka thënë Vllahiu për Ekspres. Rrëfimi i vërtet i shkëputur nga ngjarjet e luftës së dytë botërore për lejtnantin Louis Zamperini, në këtë periudhë është bërë i njohur përmes filmit të Angelina Jolit. Por ky rrëfim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në disa shtete tjera perëndimore është bërë i njohur përmes romanit Ambraken të autores Laura Hillenbrand. Për më shumë, kjo vepër ka qenë më kërkuara në Shtetet e Bashkuara, ndërsa kritika për të ka dhënë fjalët më të mira. Vepra Unbroken e autores Laura Hillenbrand është numër 1 në revistën New York Times. E nga revista Time është zgjedhur libri më i mirë i vitit 2014 në kategorinë non-fiction. Për shumë javë tjera, ajo ka qëndruar si vepra më e kërkuar nga lexuesit. Libri i pathyeshmi nga Los Angeles Times ka fituar çmimin e librit të vitit për biografi. Kurse, një çmim tjetër për librin e vitit e ka marrë nga India's Choice Adult Non-Fiction Book. Edhe botimi për lexuesit më të rinj në moshë ka qenë po ashtu bestseller në New York Times. Në një pasditë maji në vitin 1943, një bombardues i forcave të ushtrisë ajrore bie në oqeanin paqësor dhe zhduket. Nga ai mbesin vetëm ca mbeturina, naftë, benzinë dhe gjak. Pastaj në sipërfaqen e oqeanit paraqitet një fytyrë. Ishte pikërisht fytyra e një lejtnanti të ri, bombarduesi të avionit, i cili kishte bërë përpjekje të shpëtojë në oqean me një bark gome. Kështu filloi një nga udhëtimet më të jashtëzakonshme gjatë luftës së dytë botërore. Ky lejtnant i ri quhej Louis Zamperini. Ai kishte qenë dinak, një delikuent i pakorrigjueshëm, kishte thyer shtëpi, ishte grindur me njerëz dhe kishte ikur nga shtëpia për të udhëtuar me tren. Në librin e saj të ri Unbroken, Laura Hillenbrand ka si më parë një narracion të gjallë e të pasur. Duke rrëfyer një historie të paharruar, Unbroken është një testament i asaj se sa shpejt mund ta marrë njeriu veten, si në mendje, trup e shpirt. The Wall Street Journal shkruan: jashtëzakonisht preks, një epifuqishëm mbijetese. Revista New York Times thot: një rrëfim 1 në 1 miliard, është i mahnitshëm, i paharrueshëm, fascinues, brengosës, frikësues dhe frymëzues. People thot:
I mrekullueshëm, tërheqës. Shkrimi I autores Helen Brand është I ashpër. Ngjarjet që I përshkruan janë të pabesueshme, saqë asgjë mund t'i largosh syt nga faqja e librit. Kurse shkrimtarja Rebecca Scott e cilëson autoren Laura Hillenbrand, një nga shkrimtarët më të mira të historieve narrative. Gjatë studimeve intensive, afro 27 vjeçare shkencëtar amerikan kanë ardhur në përfundim se temperaturat globale vitin e kaluar kanë shënuar rritjen më të madhe që prej vitit 1880. Ata janë duke u shqetësuar për shkrirjen e akullit në Arktik. Në vazhdim do të ndjekim bashkë një animacion cilin shkencëtarët e kanë krijuar për treguar sa shpejt janë duke u zhdukur akullajet më të vjetra në botë. Ky animacion I krijuar nga Administrata Nacionale për Gjendjen e Oqeaneve në botë bazohet në gjendjen e akullnajave të detit arktik të mbledhura gjatë 27 viteve të fundit. Zakonisht çdo sezon dimror, akulli I detit përfshin oqeanin arktik, duke arritur kështu kulmin në muajin mars. Por, shkencëtarët nga Administrata Nacionale për Gjendjen e Oqeaneve në botë thonë se që prej vitit 1980 masa e akullit e njohur si shtresë shumë vjeçare e akulli po dobësohet. Ky animacion skicon zhdukjen e akullit brenda një periudhe të filluar nga viti 1987 deri në muajin nëntor 2014. Rajonet me ngjyrë të kaltër të errët në video përshkruajnë formimin e akullit të formuar vitin e fundit, ndërsa akulli më I vjetër, që është I vjetër më shumë se 9 vjet, është me ngjyrë të bardhë. Nga këto që shohim vërehet se sa shpejt ndryshon Arktiku si pasojë e ngrohjes së planetit. Prej vitit 2008 tutje, shtresa më vjetër e akullit në Arktik është zvogluar dukshëm përgjatë arkipelagut kanadez të Arktikut, ndërkaq prej vitit 2012 shkrirja e akullit ka thyer çdo rekord të mëparshëm. Ekspertët brengosën se shkrirja e akullit në Arktik do të vazhdojë edhe vitet në vijim. Prandaj, para njerëzve shtrohet një detyrë urgjente, që të ndërmarrin të gjitha masat kundër ngrohjes së atmosferës, e cila vlerësohet si njëra ndër shkaktarët kryesor të shkrirjes së akullit. Meteorologët thonë se mbi vendin tonë nesër do të mbajë mot kryesisht I vranët. Mund ketë edhe rreshje lokale, shiu dhe borë në vende sidomos në viset malore. Temperatura maksimale do të shënoj 5 gradë Celsius. Në Prishtinë do t'jetë vranët dhe me mjegull, ndërsa që temperatura më lartë 2 gradë Celsius. Të martën do të ketë rreshje bore, sikurse edhe të mërkurën, temperatura do të cilën rreth -1 e 0 gradë Celsius. Të njëjtën do t'jetë vranët. Edhe Shqipëria do të përshkohet nga rreshje kryesisht të shiut me temperaturën maksimale deri në 10 gradë Celsius në jug të vendit. Njësoj do të mbajë mot I ngjashëm edhe në Maqedoni me temperaturën 10 gradë maksimale në Xhevgjeli. Kjo është harta meteorologjike e Ballkanit, liqen edhe atë të kontinentit evropian. Duke u uruar mbrëmjet këndshme me programet tona, këtu e mbyllim këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendje.